Edhe ata, kur heshin, janë nishin tani me vrau. A me mërtoja dorës, a me snajper, a me automat, ku hasin burgosët, se na u shpërndonë në për gjitha ato dërtesave të burgut, se s'di shumë ku më strehu. Edhe kanë fillu me vrau. Në për disa puseta, disa më ndëshin më strehu në për puseta, kur i kanë vrejt ata për pika vrejtu, se u shkuve që kanë qilat ka pakën e puseta dhe kanë hedhë bombe. Edhe ato ka pas vramet, plagosën e të shëmt. Kjo ka zgjatë, dhe më thonë, deri në 24 maj, nëse s'ka bëj, edhe kështu që na kena pas shumë vështërsi. Kur jemi tek 22 maje, pra, sa ka zgjatë kjo operacioni i forcave serbe, militare, paramilitare dhe i këtyre të burgosëve ordiner serb për të vrarë të burgosë shqiptarë? Sa ku ka zgjatë, gjithë ditës? Vit, domthonë, 22 maj dhe 23 ka zgjatë. Mirë, po ata në moment që veshin aeroplanet e NATO-s mbi ndërtesave të burgut, ata ikshin. Heshin, në momenti që eshte, na u ktheshin, heshin ato istikomat e veta, apo strehimorët e veta, kështu që kjo ka vazhdu një 3 ditë. Të vrarët viktimat, arritet me largu, apo mbeten ashtu në fush të vdekur? Është interesant, tash, unë jem dër ata 960 burgosur. Se cilë i ka ato për shkrimin e vetë, se cilë i ka për jetimin e vetë, se cilë i ka për i këndit vetë. Në numërit plagosëve kanë betë në fush. Edhe ndërkohë, kur u qetësu pak, kanë shku disa të burgosër, i kanë të rjek. Edhe kriti kena grumbullu të qaj pavilionit C, që i thëshëm, edhe bi gjitha i qumë në atë podrumin e pavilionit C, për asyë se ato ishë bombardu. Edhe deshëm që më nuk bombarduat një pjesë që ju bombardu, e thamë për i strehujmë ato. Edhe në ato ditë, kena menua sa kena mujtë mundësi, me ju dhonë dihum, po bi gjitha, kishë njerë si në ndrejshin jetë ato për ato. Bëtë zoga, si mjek ishte kryesore, që ju kujdesej për... A ka shumë... Me thonë drejten, nuk e kom natyren ti me kur me i quj dikon heroj gjallë. Po koftë dikur që është heroj gjallë, meriti që aty në njerëzve që kam betë gjallë, përveç Zotit, është Besim Zogaj. Pse, kom pas fatin të jem me ta, edhe në grupë kur janë denu si u që kë, një periud gjatë kena qëndru bashk, edhe a i ka qenë një teknik medicinal, ka punu ofër Komoranit, ku zakonisht kur ka pas në deshje ato gjitha ato në rostet... Ka trajtu, ka në shku shpet, ka pas një përvoj ma, edhe pse vetë isha student i mjekësis. Po bi gjitha ajni kishë një përvoj të jashtëzakonshme, edhe ndima me madhe ka qenë i ti, tuj se nuk ka të burgosën, që nuk ja ka dhonë ndimin e parë. Prandaj është një kontribut i jashtëzakonshëm, bi gjitha kur e kom pa, në për pluma, në për ato bombardimet raketës. Ai nuk ka ditë me shku të i plagosër i shtrim, apo barkazi, por në kam, që mu më ka befasu. Unë për veti, kur këm posë që njës raketa me bombardu, unë i mërzu, se ishin sekundat, ai në kam. Edhe kështu që Zotë i ka rujt, edhe për fatin atyne të plagosërve, ai ka shpetu, po deri momentin e fundit, kur nuk u do për i plagosërve. Me qka i trajtonit të burgosër? Ta kishit medikamente? Po jo, me thonë drejten, vetëm ka qenë një ambulancë e burgut, edhe atje që kur kanë dollë ata ka met vend, thotë, edhe ju në shku disot burgosur, edhe kanë gjithë diçka një jëdë, edhe ka gjithë do benzodin edhe do fashat vogla. Po mbi gjitha na kena fillu me shkyj këmishat, me kryj qarshafat që kena pas mrena, edhe me që ato kena mendu me ndoll asa kena pas mundësi. Mirë po keshë rastet që me mujtë me i përkujtut, me i paraftyru sot, është diçka të merë, se me të vërtet, kur e pa ishte burgosin që i kështu kejt kamen, faktikisht me ashte me kejt i kësht dalë, kejt kama thyshe i shkëput krejt, më thëmë trut, jashtë, organet jashtë, ato ishte diçka e pa mushme s'dishe që me bo. Po e thëmë këtë, se pas ati bombardim, pas asoj përshkatimi, nuk duhet dëshmi me e madhe. 2 të burgosur shqiptarë e kanë varë vetën. Nuk kanë mendu që shpetojnë. Nuk kena mendu as na. Në më ishë në diçka që këtu s'pas ka jetë, edhe po 2 jetën me e kry ma shpejt me marrë vetin jetë. Ja kanë marrë jetën veti. Edhe kjo të regon që ka qenë një represion, një katrahur, një krim, një gjenocid. Sot nuk e kom qartë. Nuk e kom qartë se kena betë, dikon bi 800 dëshmitar gjallë. Me thonë drejten kur me dojë pse na kanë lonë gjallë. Ndoshta i kena dëgju një eri, ku më dëgju një gardian, kur ka thonë sojën vdek.
Tha si kena numru, një tjetër ja bike tjetërit. Njëri për i tyre thike si do s'tas më ubili, mjaft kena vrau. Adem? Kështu sikur u arrit ajo norma e vrasjeve. Pra pasi ndodhi ekzekutimi i dëgjuat komunikimin e tyre. Kena dëgju se ndërkohë na grumbullun në salë sporti me 24-tin, në 23-tin mas dite, kurse 24-tin na kanë transferu me autobus. Kështu që gjatë transferimit i kena dëgju edhe sa kanë metë, sa i kena vrau e kështu, si duket e arritën qëllimin e tyre. E thatë një fjalime përpara, tha që ne u përshëndetëm me jetën. Po dhash, unë sot për veti, edhe disa herë kom thonë, kur me pyet dikush si je, unë i thamë unë bet me thonë mirë se shumë mirë. A beson që shumë mirë, sa kur i thamë shumë mirë, me ndojnë ka aspekti financiare. Po unë e kujtoj masakrën në Dobrovës. E jetoj që e kom bjetuat masakrë. Për mu jeta bashkëshisht, për gjitha ta të burgosën që ka shpetu, është dhurat nga Zoti. Se na përshëndet. Po me thonë drejten, na jena kanë pregatitur, se na kanë grupi i parë i ushtrisë të Kosovës, ne kena ditë që edhe burgosim edhe vrohemi. Po mbi gjitha, për jetimin më të rënd e kanë pas të në kohën e bombardimeve apo njerëzve që i kanë marrë në për rrugë. Ata si kanë përgatitur për këto sanë. Mirë, po në momentin që na kanë punë burgët vrasë, na kanë dallu. Këti na kanë qujtë shqiptar, na kanë qujtë terrorista, edhe ata që kanë arrestu, kanë thonë kështë që keni pas parafin, keni përduar arme e knena, edhe faktikisht nuk kanë dallu, edhe ndaj gjithve është vepruar njëjtë. Ndërkohë, gjithë të përshkrime, gjitha dëshmitar të dënuar, për këtë masakër nuk ka. Përgjithësia ende nuk është marrë nga dikush. Nëse më dëgjut vëmendje, në fillim thash që është krim institucional. Në burgun Dobrovës ka pas drejtor, ka pas organe, ka pas administrat, ka pas gardian, që dijen me emën e mbi emën. Domthon, të gjithë sot mund të gjykohen. Edhe fatmirësisht kanë fillu që në 3-4 vite ka disa gardian, sigurisht një gardian që dënu para disa dite kom qenë unë dëshmitar 7 vite burg, kanë fillu tash me u hetu, edhe normal, ata që kanë bërë krime, jo me punu si kur sot në për bugjet Serbis, ata që kanë bërë krime, disa për shembull ai që Mburevici, drejtori i burgut Prishtines, kur hin internet, Google e gjoj që profesori drejtësisë atje, një fakultet juridik, të do mësim. Domthon, shiqat, çfarë drejtësie ka pasaj, çfarë krimi ka bëj. Këtu e jenë të pafalshme. Nëse sot dihet që në vëro afër 1390 fëmijë në moshën 18 vjeçare. S'dija ka krim më të madh. Krimi i jonë, po thëmë, institucional, aty në burg Dobrovës, nuk më shifet. Qëre në mal, më në thetë, më kanë gjue, e kom rreziku. Pa i mrena burgut, çdo normë, ndërkombëtarët në Bronë, se i burgosur, i në mbikëqyrjen e Ministrisë Drejtësisë, prandaj, përkundër kësaj, ata e kanë dëshmu veten që me të vërtet i jenë kriminal, edhe regjim kriminal, ka qenë edhe është se ka pas qëllimin shfarosin e shqiptarëve, se kur të kish parasysh që gati 1 milion shqiptarë jenë shprëngu, i kanë. Por çfarë keni bërë ju dhe të mbijetuar e tjerë për të kërkuar drejtësi? Po na dhe shteti çfarë ka bërë? Na intervista edhe deklarata kena dhënë edhe tësi te prokurorët shqiptarë. Kena ngritur një kallëzim penal në burgun, në qarkun e Pejës. Po mbi gjitha, në i burgosun ka qu edhe një dosje, apo një kallëzim për Hagë. Se nëse më të vërtet thuhet se gjykata e Hagës nuk është veç për një etni,